Në një komunikat përshtyp nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorë bëhet me dije se janë gjetur 371 kg kanabis të fshehura në shkure, si dhe skafi, i cili mendoi se do ta transportonte drejt Italisë. Lënda narkotike u gjet 20 metra larg bregut të detit në Akërni, ndërsa skafi ishte fshehur në anë të lumit Vjos në zonën e Novoselës. Drejtoria vendore e kufirit Vlorë pas një pune disa ditore, bazuar në informacione të marra në rrugë operative, se në zonën numër 33 Kallënga në Akërni Vlorë po grumbulloi një sasi lënde narkotike me qëllim për ta trafikuar jashtë vendit me govone. Ka zhvilluar një kontroll të imtësishëm të zonës ku ishte dhënë informacioni. Si rezultati i kontrollit, shërbimet e policisë kufitare gjetën 19 pako me një sasi 271 kg lëndë narkotike kanabis sativa. Në vazhdim të operacionit, rreth orës 16 u bë mundur kapja e një skafi i fshehur në anë të lumit të Vjosës pranë fshatit Bishan në Novosel. Mjeti po bëhej gati për të trafikuar lëndë narkotike. Specialistët e sektorit për narkotikën në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë po vijojnë kryerjen e veprimeve hetimore për kapjen e autorëve.